39 vjet më parë, një katastrofë tronditi të gjithë botën. Në orët e para të mëngjesit të 26 prillit 1986, reaktori numër 4 në centralin bërthamor të Çernobilit shpërtheu, duke lëshuar një sasi të jashtëzakonshme rrezatimi në atmosferë. Një dritë blu e çuditshme shkrepi në përqiellin e natës. Tymi kuq u ngrit lart nga vendi, duke shkundur si ndërtesat ashtu edhe zemrat e njerëzve në afërsi. Rreth disa dhjetra kilometra në veri të kryeqytetit Kiev, përgjatë brigjeve të lumit Pripyat, centrali bërthamor i Çernobilit qëndronte i lartë si një simbol i fuqisë dhe krenaria shkencore e Bashkimit Sovjetik. I ndërtuar në fillim të viteve 1970, ai nuk ishte thjesht një infrastrukturë industriale, por një dëshmi e besimit të palëkundur në shkencë, teknologji dhe progresin njerëzor. 4 reaktorët e tij RBMK-1000, secili me kapacitet 1000 MW, punonin vazhdimisht, duke furnizuar me energji elektrike miliona njerëz në Ukrainë, Bielorusi dhe rajone të ndryshme industriale. Inxhinierët dhe punëtorët, nga ata që mbikëqyrnin drejt për drejt reaktorët deri te ekipet e mirëmbajtjes, ishin krenar për arritjet e tyre, duke parë çdo blok grafiti, çdo tub uji dhe çdo sistem të sofistikuar kontrolli si zemrën teknologjike të Bashkimit Sovjetik. Nga larg, reaktori numër 4 dukej si një makinë e paprekshme. Shufrat e grafitit të rregulluara me precizion, tubat e ujit që përdritheshin si arterie gjigante duke ushqyer reaktorin dhe panelet e kontrollit që shëndrisnin me drita, që shfaqnin çdo tregues operacional. Por pas asaj pamje perfeksioni, ekspertët e dinin që edhe gabimi më i vogël mund të kthehej në katastrofë. Reaktori RBMK zotronte një karakteristik teknike unike për Bashkimin Sovjetik: efekti i koeficientit pozitiv të zbrazdësisë, i cili bënte që reaksioni bërthamor të intensifikohej kur uji kthehej në avull. Edhe një gabim i vogël në operim ose gjykim mund të bënte që energjia të rritej papritur, duke u rrëshqitur jashtë kontrolli. Inxhinierët nuk mund ta shpërfillnin këtë, por presioni për të përmbushur afatet dhe besimi i tyre në teknologji ndonjëherë i bënte të shkujdesshëm. Dhe pastaj ndodhi ajo gjë që askush nuk e donte kurrë. Reaktori numër 4 shpërtheu, duke lëshuar një sasi të jashtëzakonshme rrezatimi që tronditi të gjithë botën. Në ditët e para të prillit 1986, reaktori numër 4 po përgatitej për një eksperiment që dukej i thjeshtë, duke testuar aftësinë e pompave të ujit rezervë në rast të një ndërprerjeje energjie. Megjithatë, për të kryer testin, disa sisteme të rëndësishme sigurie duhej të çaktivizohen përkohësisht. Fuqia e reaktorit u ul në një nivel jashtëzakonisht të ulët dhe shufrat e kontrollit, që duheshin rregulluar gradualisht, u tërhoqën më herët se sa ishte planifikuar, duke krijuar një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme. Në dhomën e kontrollit, inxhinierët, veshur me mantele të bardha, sytë të tendosur dhe frymëmarrje e rëndë, qëndronin të përqendruar para paneleve elektronike që shëndrisnin. Presioni i afateve i bënte ata ta siguronin veten që gjithçka ishte ende nën kontroll. Besimi i tyre, një cilësi e njerëzve që kishin jetuar gjithë jetën mes teknologjisë dhe numrash, tani u bë një shpat me 2 tehe. Jashtë dhomës së kontrollit, Pripyat i mbeti paqësisht e zakonshme. Fëmijët luanin në park, karuseli rrotullohej ngadalë në dritën e hershme të diellit. Të qeshurat jehonin përgjatë rrugëve të drejta. Anvisat përgatitnin mëngjezin. Aroma e bukës dhe kafes mbishte çdo apartament. Punëtorët po përgatiteshin të hipnin në autobus drejt uzinës, të pavetdijshëm. Se një rrezik i padukshëm ishte futur në ajër, duke u rrëshqitur nëpër çdo mur dhe çdo frymëmarrje. Krenaria në shkencë dhe besimi në progresin njerëzor, të kombinuar me shkujdesjen që dukej e padëmshme, vun bazat për një nga katastrofat më shkatërruese të krijuara nga njeriu të shekullit të 20. Edhe detajet që dukeshin të vogla, si zhurmësia i ngadaltë i pompave, leximet e temperaturës që shndritnin në ekrane, ose avulli që ngrihej nga tubat, u bën thelbësore për mbijetesën. Çdo lumër në panelin e kontrollit ishte një sinjal, çdo dritë paralajmëruese një kujtesë e heshtur. Por në atë moment, besimi në teknologji dhe shkujtesja njerëzore bën që të gjitha rreziqet të shpërfillejnë. Dhe reaktori numër 4, që dukej si zemra e palëkundur e industrisë bërthamore sovjetike, po grumbullonte heshtazi energji për një katastrofë të pritshme.
Qetësia e Pripjatit dhe besimi në shkencë tani qëndronin në kontrast të mprehtë me rrezikun që ndërtohej heshtazi brenda reaktorit numër 4. Gjithçka ishte përgatitur për një katastrofë të pritshme, një që bota do ta dëshmonte vetëm minuta më vonë. Jashtë, Pripjati mbeti mashtrueshmërisht e qetë. Fëmijët shkuan në shkollë. Karuseli në park rrotullohej ngadalë si rrahja e zemrës së qytetit. Mëngjesi mbeti i papërfunduar në tavolinë. Era e bukës së pjekur përzihej me aromën delikate të çajit, duke mbushur apartamentet. Njerëzit u përgatitën të shkonin në punë, të nxituar, por të pavetëdijshëm se një ëndër e keqe e padukshme po afrohej. Familjet e reja qeshën dhe biseduan, çiftet shkëmbyen vështrime të buta, të gjithë të pavetëdijshëm për faktin se vetëm në disa orë jetët e tyre do të shkatërrohen. Besimi në shkencë dhe teknologji, i kombinuar me shkujdesin që dukej e padëmshme, u bë shkëndija për katastrofën e pritshme të krijuar nga njeriu. Nata e 25 prillit rambi Pripjat me një qetësi tronditse, sikur i gjithë qyteti po mbante frym para një fati të pashmangshëm. Në dhomën e kontrollit të reaktorit numër 4, drita e bardhë e ftohtë reflektohej nga numrat që shndritnin në panele, duke u përzier me tiktiket e orëve mekanike. Çdo sekond që kalonte mbarte presion në rritje, duke e bërë ajrin mbytës edhe më të rëndë se nxehtësia nga tubat. Fuqia e reaktorit ishte ulur në vetëm rreth 7%, duke e bërë reaksionin bërthamor jashtëzakonisht të ndjeshëm. Inxhinierët qëndronin të përqendruar para paneleve të kontrollit, duart lëviznin shpejt mbi butonat, syt të ngjitur në çdo lexim të temperaturës, presioni dhe rrjedhës së neutroneve. Shufrat e kontrollit të grafitit u tërhoqën për të përshpejtuar eksperimentin dhe reaksioni zinxhir filloi të rritet në mënyrë jo normale. Paralajmërimet në ekrane shndritnin vazhdimisht, por në mendjet e tyre gjithçka ishte ende brenda kufive të sigurisë. Askush nuk e dinte se po qëndronte në skajin e një katastrofe jete dhe vdekje, ku një kabim i vogël mund të shkatëronte gjithçka rreth tyre. Pikërisht në orën 1:23:40 të mëngjesit më 26 prill, gjithçka ndryshoi në një çast. Një shpërthim i dhunshëm tronditi të gjithë ndërtesën, duke e plasaritur panelet e betonit dhe dërguar copza gjelqi të fluturojnë në dom. Një shtyllë zjarri të skuqur të ndezur u lëshua në qiellin e natës. Dritë blu e çuditshme shkrep nga reaktori, duke u përzier me tymin e nxehtë që rrotullonte, duke krijuar një pamje si surreale ashtu e tronditshme. Numrat që shndritnin në panelet e kontrollit zhduken, duke i lënë vendin një heshtje vdekjeprurese të mbushur me nxehtësi, rrezatim dhe erën acide të metalit që digjej. Heronjtë e padegraduar si zjarfiksi Vasili Ignatenko dhe shokët e tij ishin të parët që u vërsulën në vendin e ngjarjes. Ata nuk kishin asnjë ide se çdo sekondë e kaluar afër reaktorit ishte një sekondë duke u përballur me një vdekje të padukshme. Ndërsa hapën dyert, era e metalit që digjej i goditi hundët, lëkurat djegej në nxehtësi ndërsa rrezatimi përhapej kuto. Një shok filloi të vjell, syt shkëlqenin të kuq, njolla lëkure po zhvesheshin sikur trupi po vetë shkatërrohej. Brenda minutash, ata kuptuan se armiku që përballen nuk ishte zjarri apo shpërthimi, por një forcë e padukshme që sulmonte çdo qelizë të gjallë në trup, çdo frymmarrje, çdo rrahje zemre. Rreth tyre, Pripjati ende flinte me një qetësi tronditëse. Dritat në apartamente shndritnin e thiknin, karuseli vazhdonte të rrotullohej ngadalë dhe lehja e largët jehonte nga ndërtesat bosh. Njerëzit ende nuk e kishin ndjerë stuhinë radioaktive që po zvarritej në çdo cep, gati për të shkatëruar të gjithë qytetin dhe shpirtrat guximor që u vërsulën të parët për të luftuar zjarrin. Në një apartament të vogël në Pripjat, Alina, një grua e re shtatzën, e mbante fort burrin e saj, duke ndjerë çdo frymmarrje të dobët, çdo rrahje zemre që dridhej. Ai, një punëtor i përfshirë drejt për drejt me reaktorin numër 4, kishte një trup të dëmtuar rënd nga rrezatimi, duke u djegur me ethe të larta, duke u tëndur, lëkura e djegur dhe duke u zhveshur në njolla. Alina i fshiu djersën nga balli, i fërkoi dorën butësisht, duke përshpëritur lutje. Megjithatë, në zemrën e saj ishte një frikë pa emër. Vetëm disa ditë më vonë, ai vdiq në domën e vogël ku tikteket e orës ndihej më e rëndë se kurrë. Një arkivol zinku u përgatit, trupi i tij u vendos brenda dhe u varros brenda një zone rreptësisht të izoluar. Tragjedia nuk mbaroi atje. Fëmiu në barkun e Alinës, i prekur drejt për drejt nga rrezatimi, jetoi vetëm disa orë pas lindjes përpara se të largohej nga kjo botë. Britmat e dobta zhdukën në apartamentin e ftohtë dhe heshtur. Çdo objekt në dhomë,
krevati, enët, rrobat e paprekura, qëndruan si dëshmitar të pikëllimit të thellë. Alina mbeti vetëm me vetmi dhe dëshpërim, në një vend ku rrezatimi jo vetëm që kishte marrë jetë, por gjithashtu kishte vjedhur të ardhmen, jetën e re dhe shpresën. Kjo është një nga mijëra histori tragjike, ku tragjedia nuk bën dallim moshe, gjinie apo statusi. Ndërsa tragjedia zhvillohej në apartamentin e vogël, pripjati vazhdoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Kafenet hapën dyert, autobuzet që transportonin punëtor rrokulliseshin përgjatë rrugëve dhe studentët shkuan në shkollë si zakonisht. Vetëm kur u lëshua urdhri i evakuimit, banorët kuptuan se ky qytet i ri ishte shkëputur nga jeta normale. Ata u udhëzuan të merrnin disa sete rrobash, dokumenta të rëndësishme dhe sende thelbësore, lënë gjithçka tjetër. Lodrat e fëmijëve, librat, enët ende në tavolinë, sikur koha dhe Pripjati ishin ngrërë një herë. Gjithçka duke i ngrërë. Pripjati u bë një qytet fantazme. Koha ndaloi. Histori të patreguara dhe dhimbje pafund mbeti në çdo cep rruge, çdo apartament, duke shërbyer si një dëshmi gjallë e kësaj katastrofe të tmerrshme krijuar nga njeriu. Pasi banorët largoheshin, Pripjati u bë një qytet fantazëm, i heshtur në mënyrë të tmerrshme. Ndërtesa bosh, parqe të shkreta, karoseli i ngrirë kundër qiellit blu, dhe tymi që ngrihej nga reaktori numër 4, shërbeu si një kujtesë se ëndra e keqe e padukshme ende mbetej, e pashmangshme nga kushdo. Likuidatorët, inxhinierët, zjarfiksit dhe punëtorët u mobilizuan në një emergjencë. U vërsulën në vend me detyrën për të shuar zjarre, për të pastruar rënoja dhe për të ndërtuar sarkofagun për të mbuluar reaktorin. Ata mbartën kostume mbrojtëse të dopta, vështirë të mjaftueshme për t'i mbrojtur nga rrezatimi, duke u përballur me nivele radioaktiviteti që trupi njerëzor nuk mund t'i duronte për një kohë të gjatë. Shumë më vonë u prekën nga çrregullimet të gjakut, dëmtime të palcës kockore, kancer dhe përballuan pasoja afatgjata për vite. Disa dëshmuan shok duke vdekur pikërisht pranë tyre, por nuk mund ta braktisnin misionin e tyre, sepse nëse nuk vepronin, rrezatimi do të përhapej në të gjithë zonën, duke vrarë mijëra të tjerë. Ata punuan gjatë natës, tymi dhe rrezatimi përhapeshin, ndonjëherë duke parë trupat e shokëve të shtrembëruar, lëkurën e djegur në njolla. Megjithatë ata duhej të vazhdonin, frika po zvarritej në çdo frymëmarrje. Çdo hap, çdo veprim mbarte rrezik, por ata ishin vija e fundit e mbrojtjes kundër një katastrofe që mund të përhapej në të gjithë Evropën. Fëmijët ishin veçanërisht të prekur rënd. Ata që jetonin në Pripjat dhe zonat përreth filluan të tregonin shenja të qarta të sëmundjes pas disa javësh: tiroide të fryera, lëkurë zbeht, trupa të dobët dhe lodhje e lehtë. Spitalet kurrë më parë të përballura me raste serioze rrezatimi u bën të mbingarkuara. Mjekët luftuan, duke përdorur metoda të kufizuara, duke munguar ilaçe apo pajisje të mjaftueshme, ndërsa familjet ishin të çmendura, duke parë pa fuqi fëmijët e tyre të vuanin pa pasur asgjë që mund të bënin. Gratë shtatzëna si Alina u bën viktima të dy fishta të katastrofës. Rrezatimi ndikoi drejt për drejt fetusin, duke shkaktuar që foshnjat të lindin me deformime të rënda, lindje të parakohshme ose të vdisnin pak pas lindjes. Në apartamentet bosh, britmat e fëmijëve nuk jehonin më, duke lënë vetëm një heshtje shqetësuese, duke e bërë ajrin në çdo dhomë të rënd, duke shtypur zemrat e të gjithë mbijetuesve. Pikërisht në veri të uzinës, pylli i kuq u bë i famshëm jo për bukurinë e tij, por për ngjyrat e tij shqetësuese. Pemët që dikur ishin jeshile plot gjallëri, u kthyen në kafe të kuqërremta, gjethet e thata shpërndaheshin nëpër tokë dhe trungjet e vdekur qëndronin të lartë në qiellin e errët. Rrezatimi nga shpërthimi i reaktorit numër 4 sulmoi drejt për drejt ekosistemin, duke e kthyer pyllin në një zonë të vdekur. Zigjet dhe kafshët e vogla ikën ose vdiqën në mas, ndërsa mbijetuesit duhej të përshtateshin me ambientin toksik. Mutacione gjenetike u regjistruan te peshqit, zinj dhe gjitatar, dhën prova të qarta të fuqisë shkatruese afatgjata të rrezatimit dhe një paralajmërim se natyra gjithashtu duhet të paguajë një çmim. Toka rreth uzinës dhe Pripjatit u kontaminua me cezium 137 dhe stroncium 90, dy izotope jetëgjata, duke e bërë tokën toksike për dekada.
Lumi Pripjat, dikur një vijë jetese për qytetin, gjithashtu u bëi rrezikshëm. Peshqit vdiqën në numra të mëdhenj, organizmat akuatik pësuan dëmtime gjenetike dhe fushat afër nuk mund të kultivohen. Rrezatimi u përhap përmes erës, ujit dhe kafshëve migruese, duke arritur në zona të largëta të Ukrainës, Bielorusisë dhe Rusisë, duke krijuar një zonë të gjerë vdekjeje të padukshme për syrin njerëzor. Media e brendshme ishte nën kontroll të rrept, kështu që edhe shenjat e dukshme të rrezikut nuk u bën publike. Banorët e Pripjatit ende shkonin në punë, fëmijët ende shkonin në shkollë, mëngjesi mbete i papërfunduar në tavolina, sikur gjithçka ishte normale. Mjekët, infermierët dhe stafi mjekësor, të parët që vunëre punëtorët dhe banorët duke treguar shenjat e ekspozimit ndaj rrezatimit, urdhëruan të mbeten në heshtje, të mos raportonin gjerësisht. Disa të dhënat e ekspozimit ndaj rrezatimit u dërguan lart pa veprim të kohës. Çdo orë që kalonte, çdo ditë ekspozimi përfaqësonte një dozë masive rrezatimi, që mund të ishte reduktuar nëse një evakuim i hershëm do të ishte kryer. Më 27 prill, urdhri për të evakuar të gjithë qytetin e Pripjatit së fundi u lëshua. Rreth 49.000 banor u udhëzuan të largoheshin me nxitim, duke marrë vetëm disa sete rrobash, dokumente dhe sende personale, duke lënë të gjitha sendet e tjera pas. Autobusi i familjes së Alinës u rrokullis jashtë qytetit, duke lënë Pripjatin bosh. Rrota panoramike e parkut të argëtimit do të ndalonte në mes të rrotullimit, apartamente të braktisura dhe një atmosfere heshtur në mënyrë të tmerrshme. Rrugët, që dikur ishin të zhurmshme, tani mbanin vetëm tingullin e rrotave në asfalt të ftohtë dhe erën që frynte në ndërtesa të shkreta. Vonesa dhe fshehja e informacionit nga autoritetet intensifikoi katastrofën. Banorët nuk ishin pajisur me njohuri për të mbrojtur veten. Ata nuk dinin si të kufizonin ekspozimin ndaj pluhurit radioaktiv, ose si të trajtonin ushqimin dhe ujin e kontaminuar. Vendimet politike, edhe nëse synonin mbrojtjen e reputacionit, zgjatën drejt për drejt vuajtjen, smundjen, vdekjen dhe humbjen për mijëra njerëz. Kur informacioni më në fund të rrjedhi përtej kufive, media ndërkombëtare reagoi me ashpërsi. Imazhet e Pripjatit, qytetit fantazëm, parkut të braktisur, rrotës panoramike të mbuluar me myshk, pyllit të kuq të vdekur dhe punëtorëve likuidator që luftonin me rrezatimin, u përhapën në të gjithë botën. Kur shkencëtarët ndërkombëtar arritën në vend, ata regjistruan nivele rrezatimi të rrezikshëm të larta dhe paralajmëruan se pasojat do të zgjasnin për dekada, duke ndikuar potencialisht shumë breza të ardhshëm. Për familjet që ishin evakuar si ajo e Alinës, humbja nuk ishte vetëm të dashurve apo pronës. Ata duhej të dëshmonin nga larg ndërtesat e braktisura, rrugët bosh dhe shtremtimin e natyrës dhe mjedisit përreth. Çdo mur që zhveshej, çdo rrotë panoramike e mbuluar me myshk, shërbeu si një kujtesë e gabimeve, shkujdesjes dhe mungesës së transparencës që e ktheu katastrofën bërthamore në një tragjedi kolosale. Psikika dhe besimi i komunitetit u dëmtua në rënd. Frika, gaji dhe dëshpërimi i ndoqën ata për shumë vite më vonë. Nën presionin ndërkombëtar dhe indinjatën e brendshme, autoritetet sovjetike u detyruan të vendosnin një zonë të madhe përjashtimi, të zbatojnë masa kufizuese dhe të ndërtojnë një sarkofag mbrojtës rreth reaktorit. Por të gjitha këto ishin veprime mbrojtëse të vonuara, të paafta për të kthyer humbjet, të paafta për të fshirë vuajtjen e mijëra familjesh, fëmijëve të parëndësishëm, punëtorëve të sakrifikuar dhe mjedisit natyror të shkatruar. Kujtimet e ditëve të para pas katastrofës janë aq të gjalla, sikur ndodhi vetëm dje. Alina kujton burrin e saj duke vdekur në apartamentin e tyre të errët nga dielli. Tingujt e të vjellëve, lëkura e tij e djegur që rrithte, era metalike e reaktorit që mbushte ajrin. Ajo pa likuidatorët duke u vëshuar në reaktorin 4, me duar zbathur, duke prekur karburantin djegës, sytë e tyre që pasqyronin si vendosmëri, ashtu edhe frikë. Çdo veprim që ata ndërmorën ishte si një luftë për mbijetesë, ashtu edhe një urë midis jetës dhe vdekjes për banorët e Pripjatit. Mbijetuesit, veçanërisht fëmijët, mbajnë pasoja gjatë gjithë jetës. Shumë zhvillojnë sëmundje të tiroides, anemi,
çrregullime neurologjike dhe kancer. Ndërsa nënat shtatzëna dëshmuan fëmijët e tyre duke lindur në dhimbje me deformime ose duke vdekur pak pas lindjes, kjo vuajtje nuk ishte vetëm një humbje personale, por gjithashtu një shenjë gjenetike, një kujtesë se rrezatimi jo vetëm vret menjëherë, por shkakton shkatrim në përbreza. Likuidatorët, heronjtë e heshtur, u kthyen me trupa të dëmtuar rënd. Shumë humbën aftësinë e tyre për të punuar dhe duhej të jetonin me sëmundje për pjesën tjetër të jetës së tyre. Megjithatë, kujtimet e Pripjatit, sarkofagut dhe shokëve të tyre të rënë u bën plag të thella psikologjike, si dhe një krenari e qetë në guximin dhe ndjenjen e tyre të përgjegjësisë. Mjedisi rreth Pripjatit gjithashtu mbart shenja të gjata. Pylli i kuq qëndron i vdekur dhe i thatë. Fushat janë të pakultueshme dhe lumi Pripjat rrjedhi turbullt dhe radioaktiv. Çdo rreke dhe pemë shërben si dëshmi e fuqisë shkatruese të heshtur por të vazhdueshme të rrezatimit. Kafshët që mbijetojnë duhet të përshtaten ose të migrojnë, me shumë specie që shfaqin mutacione gjenetike, duke u bërë subjekt kërkimi të vlefshëm për shkencëtarët që studiojnë efektet afatgjata të rrezatimit në ekosisteme. Autoritetet sovjetike, me përgjigjen e tyre të vonuar dhe fshehjen e informacionit, rritën numrin e njerëzve të ekspozuar ndaj rrezatimit, duke përkeqësuar pasojat humanitare. Evakuimi i vonë bën një mësim historik mbi transparencën, menaxhimin e krizës dhe përgjegjësinë ndaj popullit. Çernobili ndryshoi perceptimin e njerëzimit për energjinë bërthamore. Rregulloret e sigurisë, standardet e ndërtimit dhe monitorimi i uzinave u përmirësuan, por mësimi më i thellë nuk ishte teknik. Ai qëndronte në përulësinë përpara fuqisë së natyrës dhe kapacitetin e njerëzimit për vetë shkatrim. Kujtimet e mbijetuesve, si Alina, likuidatorëve dhe banorëve të Pripjatit, qëndrojnë si dëshmi e gjallë për guximin, përgjegjësinë dhe qëndrueshmërinë. Sot, Pripjati mbetet e heshtur nën hijen e pyllit të kuq, me ndërtesa të braktisura që qëndrojnë si dëshmitar të një të kaluare të dhimbshme, dhe rrota panoramike e mbuluar me mysk na kujton se toha nuk mund të fshijë kujtesën. Megjithatë, nga hiri, natyra rikuperohet heshturazi. Kafshët që mbijetojnë, rreke që rrjedhin dhe pemë të reja, të gjitha dëshmojnë për jetën e qëndrueshme, edhe pse rrezatimi ende rrjedh gjithku.